Shumë mirë, ja kjo do jetë një lajm tjetër që Donald Trumpi do kontribuoj që këta ta njohin pavarësinë e Kosovës. Të kujtohet që pa ta thënë shumë shpejt do kemi njohjen e pavarësisë Kosovës nga Siria. Po. Ndodhi. Ishte e parritshme deri në kohë të shkurtër. Kujtohet që pa ta thënë shumë shpejt do kemi njohjen kur u ktheva nga Siria, të shumë shpejt do kemi lajme nga Siria. Azerbajxhani aty është, Argentina, është Armenia. Ja, Azerbajxhani, Armenia, Kazakistani. Azerbajxhani, Kazakistani, Armenia, Indonezia. Indonezia janë vende që shumë shpejt mund të asociohen në listën e vendeve që nga bordi i paqes do të njohin Kosovën. Pse u zbraps, ta quajmë, kushtimisht thjesht për ta ndërtuar një metodologji të bisedës tonë. Donald Trump në Davos tha që ne nuk do ta marrim me dhunë Grenlandën. Jo, nuk tha kështu. Ai tha, nuk do ta përdorim dhunën. Ai tha, unë tha, ju kishit frikë se unë do përdor forcën, jo dhunën. Forcën. Ajo është. Sepse unë jam vendi më i fortë. Forca është dhunë. Edhe mund ta përdor forcën. Po. Por tha unë nuk dua ta përdor forcën se unë dua marrëveshje, tha. Mua më duhet Grenlanda për 1, 2, 3, 4, 5 arsye, dhe unë dua marrëveshje, tha. Por e përsëriti disa herë forcën për të thënë që unë po dua ta përdor forcën, përdor nesër mëngjes. Pra, përdor të fjalën forcë dhe përdor të fjalën paqe. Forcë dhe paqe. Forcë dhe paqe. Prandaj e quhen këshilli i paqes. Se këshilli i paqes vjen si rrjedhoi e këshillit forcës. Pra ky nëpërmjet paqes... Nëpërmjet forcës ka paqen, se po mos jeti forcë, si do e bëj paqen? Edhe po thot më, nuk kemi tani tu që s'kemi ndërmjetësime, unë do e bëj paqen. Shiko, Leon Tolstoj, që ka qenë një nga gjenitë më dhënë të botës, ishte rus, po ka qenë një nga penat më të bukur të botës. Ka bërë një libër pikërisht duke dëshmuar luftën me Napoleonin, që quhen lufta për paqen, lufta e paqes. Pra asocion... Po, lufta dhe paqja. Pra asocion emrin edhe këtu Trumpi, asocion lufta dhe paqja. Historikisht kështu ka ndodhur. Po kështu ka ndodhur, pra ne po themu që Trumpi është vetëm në sinqert. Në raport... Po kulla duhet të mësohemi me këtë mënyrë të komunikimit, sepse nuk ishim mësuar deri tani, me thënë të drejtë. Po ne jemi mësuar që na gënjejnë. Edhe duhet të ne e dinim të gjithë. Po ç'a dinim? 12 vjet me Metkalisi për vizat. 12 vjet për vizat, me sanksione, me kushte dhe për çfarë? Edhe unë të garantoj që s'ka shku kush atje në Maj Kaçorrit e shohvirë, si është ajo vija fitare aty me Malezi. Ne njëri që t'jetë çu në herë të shkoj të shohin nga këta perëndimorë, jam i bindur. Edhe nëse ka shku në ai ushtarak. Jo po duhet ta bëni, jo se Malezi do antarësohet në NATO, jo kështu, dhe kujt i vinin kushte? Më doptit. E ku jemi tani? Jemi në një sezon tjetër, në një skenar tjetër, në një situatë tjetër. Dhe unë shpresoj që të reflektojnë pikërisht liderët e BE-s, që kanë më shumë nevojë se çdo kush tjetër për të reflektuar. Nëse reflektimi është që do t'i kemi gjithë makinat elektrike dhe gjitha do t'i marrim nga India dhe nga Kina, po shumë mirë, vazhdojmë, rregull. Për momentin nga Kina është. Po ka dhe India makina shumë mirë elektrike.